Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha ka prezantuar sot aplikacionin Agjencia Digjitale, e cila do të vijë në ndihmë qytetarëve për të raportuar shkeljet apo abuzimet nga punonjësit e policisë së shtetit, gardës apo shërbimit zjarfikës. Ministri garantoi qytetarët se anonimati i tyre do të ruhet dhe se mund të raportojnë nga çdo vend. Sipas Hoxhës, Agjencia Digjitale nuk është vetëm një zhvillim teknologjik, por një angazhim serioz për forcimin e besimit mes qytetarëve dhe institucioneve të sigurisë. Qytetarëve një mjet të ri të drejt për drejt, të thjesht për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga ana punonjësve të policisë, Gardës së Republikës, po ashtu dhe zjarfikësit, pra 3 autoritete të cilat monitorohen nga kjo agjenci. Ky aplikacion është i disponueshëm falas për të gjithë në një sistem shumë të thjesht Android dhe mund shkarkohet e përdoret nga çdo qytetar në çdo kohë dhe në çdo vend. Nisma në fakt është më shumë se sa një zgjedhje teknologjike, është një angazhim i qartë për të garantuar llogaridhënie dhe për të ndërtuar një kulturë të re raportimi, ku qytetari dëgjohet dhe i ofrohet mbrojtje. Kjo është detyra jonë parësore. Krahas kanaleve ekzistuesve të denoncimit, si dhe numrit jeshil, tashmë prej vitesh, në funksion, aplikacioni i ri përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të administratës dhe administrimit të ankesave dhe forcimit të integritetit shoqëror. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se çfarë mënyre teknologjia po ndryshon të gjithë jetët tona, por edhe në të njëjtën mënyrë se si ndërveprojnë institucionet. Kjo risi është në përputhje plot me strategjinë e digitalizimit të qeverisë shqiptare dhe përforcon përpjekjet tona për ta bërë qeverisjen më të hapur, më transparente dhe llogaridhënëse, duke fuqizuar qytetarin me mjetet konkrete për të raportuar pa frikë, në anonimat të plot, ne i mbyllim rrugën abuzimeve, dërgojmë një sinjal shumë qartë në uniformat e policisë, që detyra e tyre është vetëm për të shërbyer dhe jo për të abuzuar. Ky aplikacion vjen në përputhje të plot me prioritetet e qeverisë shqiptare për digitalizimin e shërbimeve publike, si dhe në funksion të misionit tonë për të garantuar një mbikëqyrje efektive dhe të pavarur, duke trajtuar në mënyrë të shpejtë, pa anshme dhe profesionale çdo denoncim apo shqetësim të ngritur nga qytetarët. Krahas metodave të kontaktit që agjencia sot ka në përdorim, siç është linja e gjelbër, websajtet, rrjetet sociale dhe numri jon WhatsApp, tashmë me disa klikime të thjeshta qytetarët mund të raportojnë veprime të pahishme, abuzime apo tejkalime kompetencave në kohë reale. Gjithashtu mund të bashkëngjisin materiale provuese, foto, video apo dokumenta të tjera. Si dhe në fund mund të marrin informacion mbi statusin e denoncimeve të tyre në çdo kohë. Pra është një proces i thjeshtë, i sigurt dhe i besueshëm, duke garantuar gjithashtu ruajtjen e plotë të anonimatit për çdo qytetar që zgjedh të mbetet i paidentifikuar. Ky aplikacion është një mjet i ri dhe i thjeshtë në duart e çdo qytetari për të raportuar shkelje apo abuzime në çdo kohë nga çdo vend dhe në anonimat.